Faleminderit që na ndiqni në kanalin ton. Nëse ju pëlqen horoskopi yndëtor, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani videon me miqtë tuaj. Rubrika jone horoskopet vjen çdo ditë për të sjellë parashikime të qarta për çdo shenjë të zodiakut. Horoskopi 12 janar. Dashi hyn në këtë 12 janar me një ndjenjë të fortë kontrolli mbi çështjet financiare. Nuk është dita për rrezishe apo shpenzime impulsive, por vendime të menduara që lidhen me stabilitetin. Mund të lindë nevoja për të riorganizuar prioritetet financiare ose për të sqaruar një çështje që ka mbetur pezull. Nëse veproni me shqetësi, dita mund t'ju ndihmojë të vendosni themele më të forta për javët në vijim. Në aspektin e shëndetit, energjia është e qëndrueshme, por trupi kërkon një ritëm të balancuar. Stresi mendor mund të ndihet më shumë se zakonisht, ndaj është e rëndësishme të gjeni kohë për pushime dhe aktivitete që ju shqetësojnë. Një shëtitje ose kohë në ajër të pastër do t'ju bëjnë mirë. Në jetën e çift, komunikimi është çelësi i ditës. Edhe nëse keni mendime të ndryshme nga partneri, mënyra si i shprehni ato do të përcaktojë harmoninë tuaj. Beqarët ndihen të sigurt emocionalisht dhe kjo i bën më tërheqës. Një njohje e re nis ngadalë. Demi e përjeton këtë ditë me nevojën për siguri dhe qartësi financiare. Intuita është e fortë dhe ju ndihmon të dalloni ku ja vlen të investoni energjinë dhe ku jo. Nuk përjashtohet një ide e re që lidhet me përmirësimin e të ardhurave, por kjo ide kërkon planifikim afatgjatë. Stabiliteti ndërtohet hap pas hapi. Shëndeti është i mirë, por rutina ka një rol vendimtar. Trupi yt reagon pozitivisht ndaj rregullit dhe kujdesit. Një ndryshim i vogël në stilin e jetesës do t'ju sjellë përmirësim të ndjeshëm të energjisë. Në marrëdhëniet në çift, dita favorizon bashkëpunimin dhe planet e përbashkëta. Ndiheni të hapur për të ndarë mendimet dhe ndjenjat. Beqarët nga ana tjetër tërheqin persona që ju ofrojnë qetësi dhe stabilitet, jo thjesht emocione të forta kalimtare. Binjakët ndihen reflektues në aspektin financiar. Është një ditë e mirë për të rishikuar mënyrën se si menaxhoni paratë dhe për të menduar për kursime ose riorganizim financiar. Vendimet e sotme, edhe nëse duken të vogla, do të kenë ndikim afatgjatë. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen tuaj mendore. Një mendje aktive kërkon qartësi dhe përqendrim. Nëse ndiheni të shpërndar, një pauzë e shkurtër nga rutina do t'ju ndihmojë në rikthimin e balancës. Në çift, komunikimi i sinqert forcon lidhjen tuaj. Dita është e përshtatshme për biseda të thella dhe sqarime të keqkuptimeve që keni pasur deri tani. Beqarët nga ana tjetër do të kenë mundësi për njohje interesante, veçanërisht në situata shoqërore ku ka shkëmbim intelektual dhe dialog të thellë. Gaforja. Për gaforren, në 12 janar, financa do të lidhen drejt për drejt me ndjenjën e sigurisë emocionale që kërkoni. Çdo hap i matur që bëni sot, edhe nëse duket i vogël, ju jep një ndjenjë stabiliteti dhe sigurie emocionale. Shëndeti i gaforres do të lidhet gjithashtu me qetësinë. Nëse ditët e fundit keni përjetuar stres dhe tension të brendshëm, trupi mund të reagojë me lodhje dhe ndjeshmëri më të lartë. Është e rëndësishme të dëgjoni sinjalet që ju jep dhe të mos e teproni me angazhime gjatë javës. Ushqimi i rregullt dhe një gjumë i mirë do të jenë thelbësor për ju. Në jetën në çift, gaforja tregohet më e ndjeshme se zakonisht sot. Keni nevojë për siguri emocionale, fjalë të buta dhe ndjenjën që ju kuptojnë. Nëse partneri është i gatshëm t'ju dëgjojë dhe të tregojë empati, lidhja do të forcohet ndjeshëm. Për beqarët, intuita është e fortë. Mund të ndjeni menjëherë nëse një njohje ka potencial ose jo. Luani hyn në këtë ditë me një qasje të matur ndaj financave dhe përgjegjësive praktike. Edhe pse natyra juaj është impulsive dhe e guximshme, sot jeni të përqendruar tek qëndrueshmëria dhe planifikimi afatgjatë. Mund të kuptoni më qartë cilat shpenzime janë të nevojshme dhe cilat burojnë nga dëshira për t'ju bërë përshtypje të tjerëve. Kjo vetdije ju ndihmon të merrni vendime të zgjuara, sidomos në lidhje me punën dhe ambicjet profesionale. Shëndeti i Luanit lidhet me mënyrën se si e shprehni energjinë tuaj.
Keni energji të mirë, por duhet ta kanalizoni siç duhet që të mos ndiheni të irrituar. Aktiviteti fizik, qoftë edhe i moderuar, ju ndihmon në shkarkimin e stresit. Gjithashtu është e rëndësishme të mos neglizhoni pushimin. Trupi ka nevojë të rigjenerohet. Në marrëdhëniet në çift, Luani kërkon vëmendje dhe vlerësim, por sot më shumë se zakonisht kërkon mirëkuptim. Nëse ndiheni të dëgjuar e të respektuar, mund të jepni më shumë dashuri. Vizhresha e përjeton këtë ditë me një ndjenjë të fortë kontrolli dhe qartësie, veçanërisht në aspektin financiar. Mendja juaj është e përqendruar tek detajet dhe ju ndihmon të kuptoni çfarë funksionon dhe çfarë jo në menaxhimin e parave. Në çështjet praktike që ju kanë mbetur pezull, mund të merrni një zgjidhje të qartë sot, duke sjellë lehtësim dhe siguri për javën. Nga ana e shëndetit, rutina luan rol kyç. Nëse keni qenë të ngarkuar mendërisht, trupi mund të kërkojë pushim. Kujdes ndaj ushqimit dhe organizimit të ditës. Në jetën e çift, Vizhresha sot kërkon më shumë sinqeritet dhe qartësi. Dita është e mirë për biseda të hapura dhe sqarime që forcojnë besimin në çift. Beqarët nga ana tjetër mund të njohin dikë që i tërheq për seriozitetin dhe mendësinë e qëndrueshme të Vizhreshës. Marrëdhëniet që nisin sot do të kenë potencial afatgjatë nëse i ndërtoni pa nxitim. Peshorja ndodhet përballë nevojës për ekuilibër sot, sidomos në çështjet financiare. Është e rëndësishme të peshohen mirë vendimet dhe të shmangen shpenzimet që nuk kanë një qëllim të qartë. Një bashkëpunim ose marrëveshje mund të rishikohet, por qasja juaj diplomatike ju ndihmon të gjeni zgjidhje të drejta për të gjithë. Shëndeti përmirësohet nëse shmangni stresin. Nëse keni qenë të tensionuar, sot është dita e duhur për të ngadalësuar ritmin dhe për të kujdesur më shumë për veten. Aktivitetet që sillin qetësi dhe harmoni do të kenë efekt shumë pozitiv. Në marrëdhëniet në çift, komunikimi është thelbësor. Dita favorizon afrimin dhe rikthimin e balancës emocionale. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të këndshme që nis natyrshëm dhe pa presion. Është një ditë ku lidhjet ndërtohen mbi mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellët. Akrepi. Akrepi e përjeton këtë ditë 12 janari me intensitet të brendshëm, sidomos në aspektin financiar. Mund të ndihesh i shtyrë të mendosh më thellë për sigurinë dhe mënyrën se si menaxhon burimet e tua. Është një ditë e mirë për të mbyllur kapituj të vjetër dhe për të menduar për një strategji më të fortë për të ardhmen. Shëndeti kërkon çlirim emocional. Mbajtja e tensionit brenda vetes do të reflektohet në lodhje fizike. Aktiviteti fizik ose një bisedë e sinqertë me miqt ju ndihmon në rikthimin e ekuilibrit. Në dashuri, pasioni është shumë i theksuar sot, por bashkë me të theksohet nevoja për besim reciprok. Në çift, transparenca do t'ju forcojë më tej lidhjen. Beqarët nga ana tjetër kanë një magnetizëm të lartë dhe tërheqin një njohje që është intensive në fillim, por duhet të dëgjoni intuitën për të mos u përfshirë verbërisht përpara kohe. Shigjetari fokusohet sot te perspektiva afatgjatë, sidomos në aspektin e financave. Ide të reja dhe plane për të ardhmen do t'ju frymëzojnë, por dita kërkon realizëm. Një vendim i matur do t'ju ndihmojë në ndërtimin e stabilitetit për ditët në vijim. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, duhet të shmangni lodhjen. Balanca mes aktivitetit dhe pushimit do të jetë thelbësore këtë të hënë për të ruajtur energjinë tuaj. Në marrëdhënie, nevoja për liri dhe hapësirë personale do të jetë e fortë për shigjetarin. Për ata që janë në çift, një dialog i sinqert dhe i hapur ju ndihmon të shmangni keqkuptimet. Beqarët do të përjetojnë një njohje spontane dhe interesante, por kjo lidhje do të kërkojë përkushtim që të zgjas. Britsjapi ndodhet në një ditë të favorshme për çështjet profesionale dhe financiare. Përgjegjësia dhe puna e palodhur kanë filluar të japin rezultate konkrete për ju. Është një moment shumë i mirë për të konsoliduar pozicionin tuaj dhe për të menduar për hapa të qëndrueshëm drejt së ardhmes. Shëndeti është i mirë, ama kërkon kujdes ndaj lodhjes. Pushimi dhe ritmi i qëndrueshëm janë po aq të rëndësishme sa ambicia juaj.
Në jetën në çift, stabiliteti dhe besnikëria do të jenë themelet e harmonisë për ju. Beqarët do të rrihen nga persona serioz dhe emocionalisht të pjekur. Marrëdhëniet që ndërtohen tani për britsjapin kanë një bazë të fortë dhe të qëndrueshme e afatgjatë. Ujori përjeton ndryshime të vogla sot, por domethënse, sidomos në aspektin financiar. Idetë tuaja inovative do të jenë të forta, por kërkojnë shumë durim dhe një organizim të detajuar që të mund të realizohen. Sot është e rëndësishme të mos veproni me nxitim, por të hidhni hapa të matur dhe të menduar gjatë. Shëndeti do të lidhet ngushtë me gjendjen tuaj emocionale dhe mendore. Nëse ju jeni të shpërndarë në shumë detyra njëkohësisht, një pauzë nga rutina do t'ju ndihmojë. Është mirë të mos përpiqeni të merrni përsipër më shumë se sa mund të përballoni këtë javë. Në dashuri, ujori do të kërkojë lidhje që respektojnë individualitetin. Marrëdhënia në çift forcohet më tej nga bisedat e hapura dhe të sinqerta. Nga ana tjetër, beqarët mund të përjetojnë një njohje të pazakontë por të stimulueshme mendërisht. Lidhjet kërkojnë përkushtim të zgjatur. Peshqit e përjetojnë këtë ditë me intuitë të fortë, veçanërisht në çështjet financiare. Dita kërkon kujdes dhe qartësi, duke shmangur iluzionet dhe premtimet e paqarta. Vendimet e menduara që keni marrë së fundmi do t'ju sjellin së shpejti siguri emocionale edhe materiale. Shëndeti do të jetë i mirë. Meditimi, arti ose kontakti me natyrën do të kenë efekt shumë pozitiv në shëndetin tuaj. Në dashuri, ndjeshmëria dhe romantizmi janë shumë të theksuara këtë fillim jave. Në çift, lidhja do të thellohet më tej përmes empatisë që ju tregonin ndaj partnerit ose partneres tuaj. Beqarët do të përjetojnë një njohje të bukur, por duhet të mbajnë një qasje realiste dhe të mos e idealizojnë përpara kohe. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.